Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin më të ri të Amor Fatit. Mysafiri sot në Amor Fati është një zonjë, një grua e suksesshme në biznes. Një grua me qëllime të qarta, me një vizion të qartë, njëkohësisht shumë e përkushtuar ndaj familjes së saj. Mentaliteti i saj, mënyra se si përballon sfidat, leadershipin, arritjet janë gjëra që e bëjnë të veçantë. Jam shumë e lumtur për këtë bisedë që do bëjmë sot, sepse ka shumë gjëra që mund të mësojmë nga rrugtimi i saj. Mirë se erdhe Diana Harizi në Amor Fati. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi shumë e veçantë dhe ndaj edhe nuk hezitova për të ndarë pak nga eksperiencat tona të jetës. Faleminderit shumë. Edhe për mua është kënaqësi me të pas, sepse kemi pas një bisedë përpos që kemi bashkëpunu, një bisedë shumë të mirë dhe i kom thonë Dianës dush marrë në podcast të unë, sepse për një më kalon shumë bresa historia jote, kështu që pa u fut në suksesin bizneset tua dhe si një grua që je suksesshme, po du pak për publikun tonë me tregu kush është Diana, familjaria e saj, nga vjen Diana? Unë origjinën time të prindërve të mi e kam nga dy qytete të ndryshme të Shqipërisë. Babain e kam nga Peqini dhe maman e kam nga Elbasani. Okej. Ne kemi jetuar për disa vite në Elbasan, pastaj si të gjithë njerëzit që kanë migruar brenda shtetit të tyre për të udhëtuar drejt metropolit, drejt Tiranës. Në klasën e 5 kemi qenë në Tiranë, aty jam rritur, shkolluar. Tani jetoj në Kosovë dhe për të do t'ju tregoj. Edhe për këtë e kemi. Çfarë vlerat ka dhënë familja jote që ndoshta edhe sot të përcjellin nga familjaria? Vlera më e madhe që na ka dhënë familja Ana është dashuria edhe mirëkuptimi që kemi pasur përpos vështirësive, si gjithë pjesa më e madhe le të themi në Shqipëri, që kanë dalë nga tranzicioni politik, ka pas vështirësitë e veta. Ne jemi 5 fëmijë. Mashallah. Jemi 3 vëllezër edhe 2 motra. Kush është më i madhe? Dhe vëllezërit janë të 3 më të mëdhenjtë, është motra dhe unë jam e përkëdhelura e familjes, e vogla e familjes. Dhe kam qenë edhe më e lidhura le të themi me prindrit. Dy prindër të thjeshtë, punëtor, cilët siç e thash edhe më herët që na kanë mësuar që të jemi njerëz të ndershëm, njerëz punëtor dhe të mos ja zgjasim dorën askujt për ta fitojmë me shumë mund edhe sakrificë vet. Dhe kjo mendoj që është vlera më e madhe që na kanë dhënë. Edhe që të përcjell edhe tash. Absolutisht që po. Çka është një ëndër e Dianës që kur ishte e vogël? A ka diçka që edhe sot e ki kështu në mendje? Në fakt kam pasur disa ëndra, le të themi. Kam pas shumë dëshirë të isha një grimjere shumë e mirë. Edhe kur kam qenë në 8 vjeçare në shkollë, ndërkohë bëja edhe një kurs trajnim për grimjere, kam pas dhe vazhdoj ta kem këtë. Vazhdoj ta kem. Vet? Jo, vetë sot jo, sepse duhet shumë kohë për ta bërë këtë grim që kam bërë sot, por po e kam pasion, më pëlqen, e bëj i pasere, e bëj me mikeshat, me familjarët e mia ku kemi raste. Dhe pastaj kam pasur shumë dëshirë të jem një mësuese gjuhë. Okej. Por në kohën që unë kam filluar fakultetin, kam filluar edhe punën njëkohësisht. Sigurisht thash nuk kanë qenë mundësit nga familja që t'i kishim servira gjitha nevojat tona atëherë kur na duheshin ne dhe na është dashur që të kontribuojmë edhe ne. Dhe nga koha që vazhdoja shkollën, vazhdoja edhe punën, dhe ajo punë u bë, le të themi, profesion për mua. Mu dha mundësia që të rritem në një kompani shumë të fuqishme sot në treg, e cila është me jewelry, me bijuteri të çmuara. Dhe kam punuar rreth 12 vite në këtë kompani, si pozicioni drejtueses, dhe më ka dhënë mësimin më të mirë të jetës
më ka mësuar që të punoj fort, të fitoj mirë, edhe pse jo të krijoj një vizion për veten time dhe për biznesin tim. A ishte kjo një ëndër që e ke pas, apo gjatë rrugtimit tënd e zbulove si një diçka që ndoshta do e bëje më me profesionalizëm, ose më seriozisht me marë? Ana, njerëzit mund të ndërrojnë shumë gjëra gjatë rrugës, mund të ndërrojnë edhe të bëhen mbretër, jo të gjitha ne mund t'i arrim, jo të gjitha mund t'i prekim, por çfarë është e rëndësishme është të punosh me dinjitet, të kesh dëshirën për të ecur para aty ku je, të rritesh aty ku je, se ne nuk mund të prekim çdo sukses që ne e shohim, çdo sukses që ne dëshirojmë. Por vizioni i mirë, puna e mirë dhe disiplina mbi të gjitha, mendoj që është mësimi më i mirë për të kërkuar drejt asaj ëndre që ndoshta ti e ke ëndërruar, por nuk e ke menduar që do ta prekësh. Zoti nuk lë në balt askënd i cili përpiqet, punon dhe jep maksimumin aty ku është. Është shumë e rëndësishme të fitosh besimin edhe të krijosh eksperiencën tënde në atë vend pune që je, nuk ka rëndësi se çfarë pune është. Thjesht me qenë i moralshëm, ndaj edhe i respektueshëm ndaj vetvetes, Është shumë e edhe rëndësishme. ndaj punës që e bën. A ka një diçka të vogël prej asaj vajzës së vogël në Dianën akoma sot? Nuk di ta them këtë, sepse Që po të shtu pak me njeriu me... buzëqesh. Po ta japi ndjenjë të mirë. Çdo njeri e ka atë veten e tij të vogël brenda vetes. Po sigurisht e shfaq momente të caktuara, e shfaq me njerëz të caktuar, nuk mund ta shfaqim për ditëshmërinë e tij, me familjarët zakonisht, me motra dhe me vëllezërit. Ne sot jemi, le të themi, të gjithë të martuar, të gjithë me familjet tona, ama kur bashkohemi bashkë të pestë, e nxjerrim atë fëmijën e vogël brenda nesh me njëri tjetrin, pa dal nga 4 muret e shtëpisë. Ose me personin e duhur. Absolutisht. Me personin e jetës. Po du me kalu pak të që kjo pjesa personale. Na kemi qef mi ditë të sanën që ndoshta shumë pak njerëz i dinë, po pas çdo gruaje të fortë, si pas çdo burri të fortë, është një farë historie personale që ndoshta shumë pak njerëz e dinë. Si e takove dashurinë e jetës tënde? Unë dashurinë e jetës e kam takuar shumë herët. Okej. Thënë, nëse do t'i numërojmë në vite, janë shumë deri sot që flasim. Kam njohur ende kur isha në gjimnaz, pa e përfunduar gjimnazin, rreth me miq të përbashkët. Shumë shpejt kemi vendosur për ta zyrtarizuar, për të bërë fejesën, për ta bërë familjare. Dhe pas 4 vitesh e kemi zyrtarizuar me martesë. Jemi martuar. Dhe sot gëzojmë 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Me jetë e gjatë? Ka qenë pa diskutim mbështetja ime më e madhe. Në sensin që edhe kur kam qenë në fazën e fejesës, në kohën e fejesës, asnjëherë nuk e kam ndier veten ndryshe nga moshatarët e mia, sepse unë isha shumë e vogël, le të themi 16-17 vjeç. Edhe wow. Pas ka një më shumë kohë. Edhe ishte e vështirë për ta pranuar vetë njerëz si fakt, çfarë kishte ndodhur. Dhe ishte e vështirë që ti të përcjellje tek të tjerët atë lirinë e shpirtit, lirinë që ti nuk kishe asnjë ndryshim nga shoqet e tua. Ti dilje njësoj si shoqet e tua. Një plotësim për ty. Absolutisht. Shiko, ndonjëherë Zoti kur e ka shkruar, sigurisht që e ka shkruar për secilin nga ne, ashtu siç ka shënuar datën e lindjes, të vdekjes, të riskut, sigurisht që ka shënuar dhe martesën edhe të gjitha. Nuk ka rëndësi nëse ti e takon 16, 17 apo 27 apo 37. Domethënë e rëndësishme është të takosh personin e duhur. Dhe për sa kohë ti nuk të krijohet presion edhe të jepet liria e shpirtit, unë e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë. Edhe e diskutoj shpesh edhe me miqt që liria e shpirtit është ajo që nuk falet, ajo që nuk blihet, ajo që nuk bën dot kompromise.
Dhe unë e kam pasur ana këtë liri gjithmonë edhe nuk e kam dirë asnjëherë veten ndryshe nga shoqet e mia. Edhe po sigurisht që e kam dirë një farë presioni nga shoqëria që po si e fejuar, shumë e vogël, po pse ti ku mosha, po ti kishe kohë. Por unë nuk e kuptoja këtë gjë sepse nuk e ndjeja, nuk e ke pas ndjeja kontroll, kështu që për mua ishte njësoj, thjesht pasi mbaroja le të themi kafen me shoqërinë, pjesën tjetër të kohës do ta kaloja me një shok tjetër. Domethënë ai ishte thjesht një shok më tepër në rrethin tim. Respekti edhe dashuria ka qenë maksimale nga ana e tij edhe jemi edhe sot. Sot asaj dite jeni bashkë. Unë po du me kalu te kjo pjesa që kemi bisedu më herët, edhe mendoj që shumë njerëz ndoshta i kishe motivu për një histori të tillë, që bashorti është i një fesë islame, ndërsa ti ke qenë fesë krishtere. Po them ke qenë, tani e tregon ti vetë. Vërtet. A ishte pengesë, le të themi, në lidhjen tuaj ose edhe prej familjeve tuaja? Me thënë të vërtetën jo, sepse asnjëra nga familjet nuk ka qenë, le të themi kështu, praktikant fanatik të fesë përkatëse, përpos motrës së bashortit tim, e cila ishte praktikante e fesë islame e rregull. Pjesa tjetër e familjes nuk e praktikonin, ishin me traditë islame, si gjithë familjet shqiptare, traditë islame, por jo praktikant. Këtu është pjesa më e bukur e jetës time, do thoja unë. Ne kur kemi qenë të vegjël, na predikonin kishat protestante, dhe unë jam rritur me atë fe. Do me thënë ndonë se jo të gjithë pjesëtarët e familjes time kanë qenë praktikant, por unë e kam dashur shumë atë fe. Isha shumë e lidhur me Biblën, isha shumë e lidhur me Zotin tim, dhe isha shumë e fortë në atë që besoja. Nuk kisha dyshime, le të themi, deri në një farë moshe, cilët unë rrita, u poqa. Por, vazhdoja të isha fanatike e fesë time dhe nuk pranoja të merja, qofte dhe biseda tavoline, të merja informacione për fenë islame. Ndjesha në faj, ndjesha sikur bëja diçka jo të mirë që s'duhej, po. Dhe sikur po e tradhtoje. Sikur po e tradhtoja, eksakt, kjo është fjala e duhur, sikur po tradhtoja fenë time. Dhe bashkëshorti im pas disa vitesh shkon një ditë në xhuma, dhe nga ajo xhuma kthehet me 5 vakte në shtëpi, edhe më thotë që unë nga sot kam filluar 5 vaktet. Sigurisht që më duket çuditshme. Thash, do drejtëm çfarë thash? Tamam? Thash, kaq e pati edhe ky diku. Thash, kaq ishte edhe për këtë, po. Gjatë kohës më bëri kuriozitet disiplina që kishte ky njeri ndaj festi. Edhe këtu ishte ai diversiteti, le të themi, që unë më bëri që të ulumtoj pak edhe të kuptoj pak çfarë është kjo fe, e cila t'i jep kaq disiplinë dhe t'i përgjigjesh Zotit sa herë të thret. Shumë interesante ishte. Dhe thoja, unë shkoj tek Zoti vetëm atëherë kur dua unë. Ndërsa muslimanët shkojnë atëherë kur i thret Zoti. Dhe e kam fjalën për 5 vaktet e namazit. Po. E kam fjalën për kohët e namazit, cilët njeriu i përgjigjet krijuesit të tij. Kisha filluar nga pak të dëgjoja ligjërata për fenë islame. Sigurisht për të gjithë ata që janë hapat e parë, imami Elvis Naxhi është shumë i mirë. Dhe fillova të hap faqet e para të Kuranit, sepse unë kam qenë aq skeptike në fenë time, saqë nuk pranoja as ta prekja me dorë Kuranin. Mbaj mend disa episode të vogla në shtëpinë e bashortit tim, atje kishte Kuran në çdo vend. Edhe kur pastroja plurat, e largoja në këtë mënyrë se unë ndjesha shumë besnike në fenë time, por në fakt unë kisha shumë pikpyetje në fenë time, të cilat nuk isha arritur t'i merja përgjigje. Dhe pjesa më interesante është këtu që pasi fillova të hap faqet e para të Kuranit,
pash që një nga 5 profetët më të mëdhenj, Isa a.s. Jezusi, cilit i thonim ne në fen krishtere, nuk ishte i mohuar në Kur'an, por ishte një nga 5 profetët më të mëdhenj në Kur'an. Gjë që kjo është për shkak të ignorancës që ne i servojmë vetes që nuk pranojmë të marrim informacione. Që nuk do thotë, nuk është asgjë e keqe, thjesht. Absolutisht. Duhet di, sa më shumë që di. E vërtet. E shef ndoshta edhe veten më mirë se ku qëndron. Eksakt. Dhe një ditë, bashorti im niset për xhuma, edhe më thot, a do vishte ti te gratë lartë, sepse është bënte shumë vap. Ishte, në mos gaboj ditë korriku, dhe ishte tepër vap. Edhe i them, qa do bëj unë atje lartë, se unë nuk falem. Edhe më thot, s'ka gjë rri aty se është më fresk, mos rri këtu në makinë, se është shumë vap. Dhe në gjitem lartë, tek futem në xhami, tek gratë lartë, edhe e kuptuan ato gratë e xhamisë që unë nuk falesha, nuk kisha asnjë lloj informacioni, ula në një cep atje ku të mbinte fresku nga dritarja. Edhe erdhi koha për t'u falur namazi dhe më japin disa rroba për t'u veshur. Zonja që ishin aty, pranova me kënaqësi, pavarësisht se nuk dija se ç'a po bëja, nuk dija se ç'a do bëja, nuk e kisha iden. U lidha në namaz bashkë me to. E falem namazin, mbaroj namazi, unë bëja siç bënin ato, sigurisht. Dhe në fund, s'është se ndjeva ndonjë gjë, domethënë ndonjë gjë të çuditshme. Nuk ndjeva as ndonjë kënaqësi apo ku di unë. E vetmja gjë që më shkoi në mendje ishte kjo që ti në shtëpinë e Zotit je sido që t'jetë. Dhe kam bërë një dua, një lutje që mendoj që është lutja më e madhe që kam bërë në jetën time. Kam vendosur kokën sejdë dhe jam lutur Zotit që të më japi udhëzim për rrugën e duhur drejt tij. Sepse unë Zotin e doja absolutisht. Fen time respektoja shumë, unë Bibla i kisha lexuar, nuk është se isha në atë fen ndodhesha rastësisht, kisha studiuar. Por diçka më pengonte, diçka, dhe ajo pikpyetja që unë më rrinte gjithkohës në kokë nuk doja t'e pranoja vetes. Dhe thash, nëse unë jam vërtet në shtëpinë e Zotit, mua Zoti do më përgjigjet. Dhe jam lutur eksaktësisht në këtë formë që, o Zot, ti duhet të më japësh një shenjë që kjo është rruga e duhur drejt teje. Nëse s'është kjo, ti duhet më largosh mua nga kjo. Ana, emocionohem shumë sa herë e tregoj këtë pjesë, sepse thash, kjo ka qenë gjëja, do thoja unë, më e mirë dhe më e bukur që më ka ndodhur mua në jetë. Atë natë në ëndër, shikoj ditën e Kiametit. Se ndoshta duket pak e rëndë kur e themi, por për gjithë besimtarët pasi që je kthy domethënë prej asaj dite, po flasim në të njëjtën ditë që unë isha në xhami, në darkë shikoj ëndër gjatë natës. Dhe shikoj ëndër ditën e Kiametit dhe shikoj njerëz që bërtisnin dhe qireshin, që qanin. Dhe në atë moment unë kujtohem që nuk kisha bërë namaz, s'kisha bërë asnjë namaz. Dhe kisha dëgjuar, unë se ndërkohë kisha marrë disa informacione për fenë islame, për çfarë kërkon Zoti nga ne dhe çfarë ne nuk ishim përgjigjur. Dhe në ëndër çaj dhe vete dhe them, unë nuk kam fal namaz dhe filloj thras bashortin tim në ëndër, unë nuk kam fal namaz, po vjen dita e Kiametit, se do t'i përgjigjem unë Zotit. Dhe ana për Zotin, për një vetëm, që është kur më del gjumi, ishte koha e sabahut, dhe fjalët që dëgjoj, që si kisha dëgjuar asnjëherë, kisha jetuar 7 vite në atë apartament, asnjëherë se kisha dëgjuar ezanin. Dhe në atë mëngjes, në atë sabah, unë dëgjoj fjalët hayya alal salah, hayya alal felah. Eja në namaz, eja në shpëtim. Dhe wow. Realisht ajo me emocione, s'po ta me lëndë. Unë emocionohem sa herë e tregoj këtë pjesë, sepse ky ishte vendimi më i vështirë dhe më i rëndësishëm për mua si njeri. Jam çuar atë mëngjes, i kam thënë bashortit, çau të falim sabahun. Au çudit.
u çudit sigurisht, mori një gotë ujë. Ata që ndodhin Po e pasi ti. falëm namazin, tani ulu këtu, tha, hajde më trego çfarë ndodhi, dhe sigurisht që i tregova ëndrrët. Pastaj ky ishte momenti që nuk u ktheva më pas sigurisht, sepse unë e mora atë çfarë kërkova nga Zoti. Po, përgjigjja pas ka qenë shumë e shpejtë. Gjithmonë, Zoti s'na le asnjëherë mbaltë është ajo që po përsëris, që thash pak më herët. Ne duhet ja kërkojmë, por duhet të dimë edhe çfarë forme ja kërkojmë. Apo ja kërkojmë me pasërti, apo ja kërkojmë me ngulm, apo ja kërkojmë me besim të plot që do na përgjigjet, se kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë se ne lutje bëjmë çdo ditë, absolutisht, por duhet jemi të vendosur që Zoti do na përgjigjet për këtë. Babi jam thot lutju me zemër, lutju me shpirt. Pikërisht kjo është lutja më e fuqishme. Gjithmonë. Dhe tani u bën, le të themi, disa vite që unë e fal 5 vaktet e namazit. Mbështetja ime kryesore sigurisht që është feja, absolutisht që kam akoma për të plotësuar për fen. Feja ka shumë obligime tjera të cilat ne duhet i bëjmë. Do më thënë je konvertuar. Jam konvertuar. Edhe a kishte probleme që erdhen me këtë vendim? Mami im s'duhet ta dëgjoj këtë. Por ndoshta mami të kupton më mirë tani kur e dëgjon. Përpiqem akoma që ta kuptoj, por është e vështirë. Okej. Ka qenë personi që le të themi e ka vuajtur më shumë këtë konvertimin tim. Sepse mami edhe një pjesë tjetër e fisit nga mami janë praktikant. Edhe ka qenë shumë e vështirë për të. Madje kanë qenë situata shumë komike. Do me thënë për mua tani kur i kujtoj janë komike, se më merrin telefon. Mami, tezet, duke qarë, çfarë ke bërë, ti ke tradhtuar fen ton. Po në fakt, unë gjeta veten. Gjeta atë qetësinë e shpirtit që nuk e kisha gjetur deri në atë moment. Gjeta atë rrugën e lehtë për të përballuar nga sprovat e vogla deri tek ato më të mëdhat. Nuk është njësoj, Ana, do me thënë, unë i kam provuar të dy anët e medaljes. Dhe me bindje të them që nuk perceptohet njësoj jeta si para islamit dhe si në islam. Do me thënë, ju jeni me shumë fat, realisht jeni me shumë fat që keni lindur në familje muslimane, këto biseda i bëj shpesh edhe me koleget e mia, që si është e mundur që të rritesh në familje muslimane dhe të mos falesh. Kjo është diçka që nuk merr kuptim, do me thënë, në logjikën time. Ndoshta njerëzit që e kanë nuk e vlerësojnë edhe nuk e shohin ashtu sikur. Po, kam përshtypjen se Islami është bërë më shumë çështje tradite se sa praktike. Po. Dhe ky është problemi më i madh. Që nuk kanë edhe një uri mjaftueshëm. Zoti udhëzon atë që do. Absolutisht nuk po them që ata që nuk falen nuk i do, por Zoti na thret dhe ne duhet i përgjigjemi. Ashtu siç kërkojmë nga Zoti, ashtu kërkon edhe ai nga ne. Do me thënë, ideja është që me çdo që flasim dhe me çdo që ne përmendim Zotin, Allahun e Madhërisëm, ky është një mesazh për secilin nga ne. Ne nuk mund të themi që nuk kemi dëgjuar për fenë islame, ne nuk kemi dëgjuar për praktikat e saj, për të mirat e saj, sepse ne kemi dëgjuar çdo ditë na lidh, sidomos këtu në Kosovë, është shumë e thjeshtë për ta praktikuar edhe për ta mbajtur fenë, jo vetëm në zemër, por edhe në publik, le të themi, edhe me njerëzit për ta ndarë. A mendon që edhe shumë njerëz ndoshta e keq përdorin këto njohuri që i kanë për interesa të veta personale? Këta predikues ndoshta të themi. Dëgjoj, këtu ka diskutim të madh dhe unë nuk jam kompetente për ta diskutuar këtë gjë, por është shumë e rëndësishme që ti të mos e marrësh fenë nëpërmjet njerëzve, por e ke shumë të thjeshtë për ta marrë nëpërmjet Kuranit, nëpërmjet hadithëve të Profetit alayhis salam. Ai është njeriu më i mirë që ka shkelur në tokë, deri kur të shuhet e gjithë dynjaja, deri kur të vi dita e Kiametit, nuk ka për të shkelur më njeri në tokë më i mirë se Profeti alayhis salam. Dhe ai ka qenë shembulli më i mirë për njerëzimin. Pra ne, Zoti na e ka dhënë shembullin e jetës. Na e ka dhënë formën në cilën ne duhet ta jetojmë, si duhet ta jetojmë, si duhet të përballojmë sprovat dhe si duhet të përballojmë
sukseset dhe me sa këmbë në tokë duhet të qëndrojmë për çdo situatë që na vjen. Çfarëdo që vjen është e mirë se ardhur sepse vjen nga Zoti. Zgjedhja e pemës nuk Kjo është domethënë ja. nuk bie pa dijenin e tij, kështu që në Islam njeriu thjesht mëson që të pranoj çdo gjë që i vjen nga jeta, sepse asgjë nuk vjen pa dijenin e tij dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, këtë e ka esencën edhe Amor Fati, që të pranosh çdo gjë që të vjen, po ndoshta me pas një pikpamje pak më pozitive ndaj gjërave që të ndodhin në jetë, edhe pse jo gjithmonë ndodhin të mira, po gjithçka ka një arsye, ndoshta për me ngritur një pikë që Zoti ka shkruar për ty. Jeta është sfidë. Edhe shumë bukur e thati që mësoje prej Kuranit e jo prej njerëzve të tjerë, sepse secili e ka atë interpretimin e vet, mendoj, edhe ndoshta s'është i duri për ty, ndoshta ti sigurisht sepse shiko, edhe Kurani ka nevojë për interpretim, po, sepse nuk është e lehtë ta lexosh. le themi që do një inteligjencë mesatare për ta kuptuar dhe prandaj ne kemi komentimin e Kuranit. Prandaj ne kemi formën e jetesës, ne duhet ta ndjekim nga profeti alayhis salam. Do me thënë e kemi shembullin më të mirë të jetës. Si përfundim, doja të thoja që kjo përkufizohet si ngjarja më e bukur e jetës time. Le të themi ajo më madhorja. Më vjen mirë sepse është një ndër arsyet pse kom pas qef me të pas në podcast, edhe sikur atëherë që kom përjetu emocionin, kur më ke tregu mas pari, përjetova prapë, edhe ke shumë bukur me e ridëgju këtë story, se është për një meni diçka shumë... Më vjen shumë mirë. Se di, dhe unë jam në fenë islame, po kur dëgjoj gjëra të tilla më duket edhe më madhështore. Ana, kjo ishte një pjesë e shumë e bukur e historisë se si jam kthyer në islam. Unë nuk jam këtu për t'i treguar askujt se çfarë duhet bëj dhe si duhet ta bëj. Unë këtu tregoj thjesht eksperiencën time, sepse dhe unë nuk jam e përsosur, nuk jam e përkryer, kam akoma obligime të fesë për t'i bërë. Po, normal. Që ta plotësojmë fenë siç duhet. Që t'jemi njerëz më të mirë, por edhe japim eksperiencën tonë, çfarë ka ndodhur me ne, supozojmë në këtë linjë që ne diskutuam, edhe kjo ishte historia ime. Për ta ndryshuar pak energjin, edhe pse ishte shumë e bukur, po dalim pak tek biznesi. Shumë njerëz shohin veç rezultatin, po askush ndoshta nuk thot sa ka heq kur ka fillu. Flasim pak për fillimet e kësaj karrierës ose biznesit tënd, që ti e ke edhe me tregu pak a shumë se çka. E tham edhe në fillim, po ndoshta si filloi e gjitha. Po, unë kam goxha eksperiencë në këtë fushë, sepse u rrita, si që ceka dhe më herët, në një kompani goxha të madhe. Kam punuar aty për rreth 12 vjet dhe më ka mësuar shumë. Le të themi, më ka forcuar edhe më ka dhënë atë eksperiencën e jetës për të përballuar shumë sfida. Sigurisht edhe aty s'ka qenë e lehtë, ka pasur ulje edhe ngritje, por ka qenë një mësim më vete për mua si djam. Aty më është dashur që të përballoj punën, presionin e punës, presionin kur themi dinamikat që ka puna, jo presion nga njerëzit që kanë punuar. Të isha edhe një nënë me fëmijë, të isha edhe një familjare, të isha edhe një drejtuese. Dhe për fat mirë, kam pasur sukses, edhe kam pas njerëz shumë të mirë afër vetes, dhe këtu kam gjetur shumë njerëz të mirë. Unë këtu kam ardhur përpara, po, këtu në Kosovë. Kam ardhur përpara 3 vitesh. Kam punuar fort, nuk kam pasur asnjë plan për të hapur biznesin tim, asnjë plan. Kam dashur gjithmonë të rritem profesionalisht aty ku kam punuar edhe t'jap maksimumin tim, më të mirën time dhe mendoj që kam dhënë shumë. Dhe më erdhi një propozim për këtë biznes që po flasim, Shamplat Diamond. Për ta zhvilluar në Kosovë, është një brand me zyra në Belgjik,
Guret e diamantit certifikohen nga HRD, nga Instituti Ndërkombëtar. Brendi ka shumë vite që punohet, por ende nuk ishte marrë vendimi për të ardhur në Shqipëri ose në Kosovë. Në Shqipëri në fakt operon me pika të vogla, por jo në emër, në logo, le të themi. Kur më është propozuar si projekt, Ana, kam hezituar pak për të vendosur, le të themi, si fillim njëherë, a duhet a merja për sipër, pikpyetje tona. Po, normal, frika. Frikrat, pasigurit, gjitha të ndjekin pas. Dhe pastaj ishte pikpyetja në Kosovë apo në Shqipëri. Duke qenë se unë 3 vite jam në Kosovë dhe menduam që më mirë ishte ta vendosim njërë në Kosovë dhe pastaj ta shpërndajmë edhe në shtetet e tjera, në vendet e tjera. Biznesi nuk ka shumë që është hapur, ti e di se ke qenë edhe prezent në hapje, po. Ka rreth 5 muaj, le të themi, por ka marrë një rrugë suksesi sikur të kishte 5 vjet që ka ardhur në Kosovë. Pse ndodh kjo? E para, kur ti garanton cilësi, kualitet, besim tek njerëzit edhe tek klientët, se unë nuk jam rastësisht këtu në këtë fushë, njerëzit më njohin, sepse kam punuar rreth 3 vite këtu në Kosovë, në të njëjtën fushë, dhe kur ti garanton cilësinë, kualitetin, një certifikate cila është internacionale, këto janë blerje që nuk duhet të bëhen me emocion, nuk janë blerje emocionale, janë blerje që duhet janë të sigurta, janë blerje që ti investon për të ardhmen, janë blerje që trashëgohen në breza, dhe sigurisht që do të vinim me projekte edhe më të fuqishme, me projekte edhe më të sigurta, dhe sot që flasim, pavarësisht frikrave dhe pasigurive që unë kam pasur, fakti edhe që një grua të marri përsipër diçka të madhe, patjetër që ka peshën e vet mbi shpatulla. Por Shamplat më ka dhënë, le të themi, atë kapakun e suksesit edhe e arritjes, jo vetëm profesionale, po edhe shpirtërore. Jam e fat se kam njerëz shumë të mirë afër vetes, bashkëpunëtorët edhe ortakët e kompanisë janë njerëz shumë bashkëpunues dhe mirëkuptues. Dhe për sa i përket administrimit, marketingut, mënyrës shërbimit, gjithçka e bëj unë. Dhe mendoj që ky është vetëm fillimi. Edhe unë mendoj që ti e lu një rol shumë të rëndësishëm, se momentin që jena taku në, për shembull, ka qenë një raport në hapje. Po. Edhe prej aty kena ngjit, e keni energji shumë pozitive që për një me kthen prapë ndoshta edhe nëse s'don me bli diçka, të pak të marrë me të po. Ana, është shumë interesante, sepse kthehen njerëzit, është e vërtet, që kthehen njerëzit vetëm për të na përshëndetur. Do me thënë, është shumë rëndësishme që ti të lësh shije të mirë, të lësh besim tek njerëzit dhe kur largohen, të largohen të buzëqeshur dhe të kënaqur, dhe t'ju mbetet në mendje që kur kalojnë Prishtina Mall, se ne biznesin e kemi në Prishtina Mall, kur kalojnë, duhet patjetër që të ndalojnë të na përshëndesin, po nuk është e rëndësishme që çdo njeri që paraqitet duhet të blej patjetër. Ai duhet blej emocion. Përpos që keni diamond, keni edhe shije shumë të mirë njerëzore. Pikërisht këtë po të thoja, kjo i shton vlerë, i shton diamantit edhe më shumë vlerë, kur ti je njerëzor, kur ti je i sinqert me klientin, kur ti je i dashur dhe i pret shumë mirë. Me mirësjellje, eksakt. Çka do të thojë një gruaje në Kosovë nëse është në këto momente të dasht me hap një biznes edhe ka frikë? Ana, unë nuk mund ta quaj veten të suksesshme, është fjalë shumë e madhe, por e quaj veten njëri të disiplinuar dhe që kam qëndruar gjithmonë me këmbë në tokë. Suksesin gjithë e duan në mënyrë të shpejtë, e duan që t'ju vi shumë shpejt, por kjo është e pamundur. Duhet të besosh fort, të punosh fort dhe të krijosh disiplinë me veten. Të pranosh edhe humbjet. Edhe ato t'japin sukses,
Po, vërtet. Nuk mundet ne mëson në diçka. çdo derë që trokasim të na hapet, nuk mundet ne të na hapen krahet nga çdo kush që kemi përballë, flasim gjithmonë në aspekte të punës, në aspektet e bashkëpunimeve, nuk mund të presim që të kemi mirësjellje nga çdo kush. Po. Këto duhet të jenë jo çdo betejë do ta fitojmë, le të themi, por e rëndësishme është që në fund të fitojmë luftën. Po lufta a ka vështirësi gjatë rrugës? A ka, sidomos për një grua. Do me thënë, një grua duhet ta vuaj dy fish para gjykimin. 5 fish ndoshta. Hajde po e sfumoj pak, po e them dy fish. Por patjetër që kalvari është i vështirë, rruga nuk është e lehtë, patjetër që ka pengesa, por gjithmonë prap do të dal aty tek feja që në qoftë se ne mbështetemi mirë në Zot, nuk kemi frikë nga krijesat, nuk kemi frikë nga pengesat edhe nga sprovat. Sepse nëse Zoti e ka caktuar për ne, ajo do vi. Pa ama ti duhet punosh në këtë rrugë. A qëndron kjo, kur thojnë, si një shprehje vjetë popullore, kur je mirë me Zotin, nuk je shumë pajtim me njerëzit, nuk presin shumë mirë njerëzit, a ke pa një farë... Jo, unë do thoja që ti, kur je mirë me Zotin, je mirë me të gjithë. Sepse ti mësohesh që ti jesh njëri më i duruar. Ti mësohesh që ti jesh njëri më i përmbajtur. Bëhesh një njëri më i pjekur edhe më i matur përballë të tjerëve. E pa të dëgju këtë shprehje që sapo e thash, edhe ishte në aspekt të energjisë, që në fakt që ti kur je afër me Zotin dhe beson Zot shumë edhe je shumë mirë, e ki edhe atë energjinë që ty nuk lën bresa kur gjithçka sillet të tjerëve. Kjo është, po, eksakt. Shiko. Tani, pastaj ti nuk ke nevojë për të tjerët, e ke Zotin, edhe mandej njerëzit fillojnë edhe pak a shumë me të pas i not, pse ti je qaq rahat në lëkurën tënde. Këto, secili nga ne i shoqërojnë këto lloj energjish që qarkullojnë, qoftë nga njerëz të afërt apo edhe ata njerëz që të njohin shumë pak. Këto janë ato sfidat që po them, këto janë ato pengesat që po them. Dhe prandaj them që busulla jon cila është? Besimi, mbështetja në Zot, asgjë nuk të bën dëm për sa kohë ne mbështetemi aty ku është fuqia, aty ku vjen ndihma, aty ku vjen shërimi, aty ku vjen edhe suksesi. Çka është një mësim që të ka dhënë jeta, apo se s'ta ka jap pas një libër që e ke lexuar? Për pos durimi. Unë do ta përkufizoja të gjithë jetën time, le të themi, edhe profesionale dhe familjare, se siç e përmendëm edhe më herët, nuk ka qenë lehtë për mua të jem edhe familjare dhe të gatuaj, edhe të merrem me fëmijët. Janë në shkollë, ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për të mësuar, edhe ti të bësh edhe punën njëkohësisht, e cila është orar pa orar, e cila mund të shkojë edhe deri në 12 natës, mund të shkojë edhe në 3 të mëngjesit, varet nga periudhat e punës edhe në çfarë procesi është puna. Por shpesh herë, a jam lodhur shumë, jam lodhur jashtëzakonisht shumë. Shpesh herë kam menduar edhe të heq dorë dhe të merrem diçka më minimale, diçka më të vogël që mos më marrë kohë, sepse ne nënat shpesh ndihemi në faj, gjithmonë ndihemi në faj në raport me fëmijët tanë. Nuk jemi perfekt, sigurisht që s'jemi, por mundohemi të jemi balancues të mirë midis familjes edhe punës. Nuk mendoj që një grua e cila bën karrierë edhe bën biznes apo nuk mund t'i bëj dot të dyja, se dëgjoj shpesh këtë. Jo, mund t'i balancosh shumë mirë. Mund t'i balancosh shumë mirë, po sigurisht që do durim. Edhe unë e përkufizoj jetën time me durim edhe disiplinë shumë, se këtë e kam shumë të rëndësishme. Edhe mundohem që ta transmetoj edhe tek njerëzit që bashkëpunoj. Disiplina, korrektësia është shumë e rëndësishme për ecurinë e një pune. Nuk mundet, ne mund të jemi miq shumë të mirë, mund të jemi shoqe shumë të mira, por ajo që e ndan limitin ton është puna në punë. Dhe jashtë saj jemi ata që jemi. Ata që jemi, eksakt. Çka do i thojë Dianës së vogël sot? Në këtë moment që je tani. Më kape të pa përgatitur. Do t'i thoja që të mos i përjetonte gjërat aq emocionalisht sa i ka përjetuar. Diana e vogël,
Po, e ka marrë, eksakt, bravo, Ana, e ka marrë shumë seriozisht jetën edhe kur nuk ishte nevojshme që ta merrte, edhe kur nuk e kishte kompetencën për ta marrë, dhe nuk e kishte moshën e duhur për t'i marrë gjërat seriozisht, ka qenë natyra ime që më duket sikur jam pjekur më herët se sa që duhet. Jo se kam pasur hallet e dynjas apo ku di unë, por natyra ime është e tillë që nuk i kaloj gjërat me lehtësi, apo u tha kjo, okej, s'ka problem, punë e madhe. Nuk jam ajo lloj natyre, përkundrazi. I përpunoj shumë, edhe është disi... Pastaj përpunimi ta mundon trunin. Po, e ta mundon pak. Gjumin e... Edhe mendoj që po, që e vogël, e kam pasur këtë, që i kam menduar pak gjërat më seriozisht se sa që është dashur që ti mendoj një fëmijë. Për fund, çka shpreson që njerëzit në përgjithësi që po na shohin, sidomos gratë e reja, kanë me marrë nga kjo epizod që e patëm ne sot? Me çfarë mendimi? Përgjithsisht, le të themi, është një mesazh i bukur për gratë, për femrat, se meshkujt e kanë vështirë t'i pranojnë dobësitë e veta edhe aq më tepër të marrin leksione nga një grua, por do t'i thoja me sinqeritet çdo femre të mos heqi dorë asnjëherë nga ëndrat. Ti ndoshta nuk do arrish atë majën, se ëndrat janë shumë të mëdha, absolutisht. Por të mos heqi dorë, le ta provoj me gjërat vogla. Nga gjërat e vogla, nga puna dhe kontributi, vinë hap pas hapi edhe gjërat e mëdha. Kështu që asnjëherë nuk duhet heqim dorë. Më pëlqej kjo mesazh, edhe besoj që shumë njerëz e kanë ndjek këtë epizod, se për një unë e kam ndjek shumë. Faleminderit shumë. Edhe jam shumë e lumtur që ki pranu me orë, se unë e di që ka qenë edhe e vështirë për ty, se gjithmonë del me folë ndoshta për biznes, edhe për punë që i ke pas, po jo kur kështu me hap. Hezitova pak, pikërisht për këtë arsye, sepse nëse kam dal për të folur gjithmonë për punë, edhe nuk mendova se ka ndonjë kuriozitet për jetën time, por nuk të thash dot jo. Se kjo jam shumë njësore. Jesh shumë e mirë. E unë falenderoj shumë që ishe sot me mu. Ana, ishte shumë kënaqësi. Jam shumë e lumtur që e ndove këtë pjesë me mu, edhe që ma besove, sepse edhe kjo ka shumë rëndësi për mua. Është e vërtet. Edhe shpresoj që njerëzit do e gjejnë veten te ti, edhe ndoshta ki motivuar shumë njerëz sot. Shpresoj, inshallah. Edhe të uroj gjitha të mirat. Edhe vazhdo kështu siç je, sepse faleminderit shumë, kënaqësi shumë e veçantë. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Atëherë, miq të dashur, faleminderit që na shikoni. Vazhdoni të na shikoni. Ky është Amor Fati dhe është plot dashni.